Në fundin e viteve 80, kur pati një kriz identiteti Kosova, kanë qenë shkrimtarët e këtij veni, në krye me Ibrahim Rugovën, që ndërtuan një projekt të tërë politik për ridefinimin e statusit Kosovës dhe ridefinimin realisht edhe të kombit shqiptar. Sepse ka pasur letërsi të mira edhe në kohë krizash, edhe në kohë krizash. Ajo ka qenë paralel. Pastaj kjo konsumu dhe mas marimit të luftës, në Kosovë imponu një mënyrë tjetër e pushtetit, e cila ishte në të vërtet antikulturore, sepse erdhi edhe prej një bote militare, prej një procesi të vështirë të shtetëndërtimit, ashtu që letërsia sot në Kosovë realisht ka një krizë, nuk ka gjenerata të reja të cilat do të shprehnin këtë realitetin e ri të shoqërisë Kosovës, idealet e saj, krizën e saj, problemet e saj, ashtu që mbetet për të shpresuar që ndoshta në vitet që vijnë do të ketë një regenerim të saj, një rivitalizim të saj, sepse kjo letërsi ka qenë vërtet në periudha të ndryshme domethënëse për identitetin tonë shqiptar. Fatmirësisht në Shqipëri nuk ka ndodhur kështu. Në Shqipëri pas ramës realizmit socialist, vitet 90, filloi dhe u ndërtu një gjenerat e re e shkrimtarëve që quhej bile një farë lloj avangarde, me shkrimtarë si Ervin Hatibi, Agron Tufa, Gentian Çoçoli, Lindi Tarapi e shumë tjerë, dhe realisht ky brez në Shqipëri është bën sot bartës i krejt procesit kryesor të letërsisë. Tek ne kjo nuk ka ndodhur, por shpresojmë që do të ndodhë në të ardhmen. E kujt është kjo kulturë? Ja vlen të lexohet, sidomos nga ata që nuk e duan profesor Milazim Kraqëniqi, që shpejtësohen të bëhen të pakët ditë pas dite, kohë pas kohe. Ju faleminderit, i nderuar. Mirë, ishte kënaqësi, faleminderit. Që në një farë mënyrë e tekaluat me mesazhet tua dhe thjesht përmbajtjen e librit dhe na dha diçka shumë më tepër se sa një libër, që siç e theksova, ja vlen të lexohet në çdo kohë. Ju faleminderit dhe ju përgëzoj për emisionin. Faleminderit.